Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikrimin e datës 26 mars të 2025-ës. Duket se ka të bëjnë shumë, është një ditë shumë e rëndësishme në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me anën ekonomike financiare, por dhe një kënd që bëjnë planetet, siç është ndikimi i Mërkurit, kur kthehet për herë së dytë në shenjën e Dashit dhe me Plutonin që jep një mundësi. Marsi në retrograd do të thotë për shkak të retrogradës së Marsit tregon ndikimin e madh që ka dhe një tendencë për të mos zbuluar atë që ne mendojmë. Por megjithatë, është ideale nëse duam të bëjmë kërkime dhe të thellojmë mendjen tonë, të thellojmë atë çka duam, të jemi më të qartë në atë çka do të nisim, pra na ndihmon në këtë drejtim. Prek pozitivisht dhe kryesisht shenjat siç janë Dashi, Luani, Shqitari, Binjakët, Peshorja dhe Ujori të dhjetë të parë, ose ata që kanë planetet në këto shenja, ose ata që kanë shenjat përballë, sepse ka një ndikim shumë të madh dhe tepër pozitiv. Meqense lidhjet afatgjatë dhe mundësi që merren për sa përket ditës së sotme, që do të thotë momenti më i mirë dhe koha më pozitive, pra që ka të bëjnë në këtë aspekt, jep mundësi, jep rëndësi në zhvillimet e reja që do të keni tani e tutje, që duke filluar nga dita e sotme, sepse është një moment shumë pozitiv. Madje ka një drejtësi shumë të madhe që tani fillon dhe tani juve zgjidhni gjërat siç i dëshironi juve, sepse ka mjaft çështje madhore që do të keni mundësi të zgjidhni, mjaft gjëra që do të keni në anën tuaj dhe jo vetëm kaq, por është një moment se dita e Mërkurit jep mundësi dhe shanse të mëdha në lidhje në zgjidhje të problematikave. Por ju keni pasur një gjyq dhe është shtyrë për një arsye apo për tjetër, duket se tani gjërat do shkoqiten dhe do dalë në pa, do dalë në dritë e drejta juaj dhe kjo do të ndikojë dhe favorizohen shumë të shenja, por meqense keni pasur disa probleme, disa çështje, por mbasdita duket e mbar dhe mund të sillni shumë çështje të pazgjidhura ose duke biseduar përballë personit dhe jo nëpërmjet telefonave. Është një moment tjetër gjithashtu sepse çdo gjë mund të zgjidhet dhe kjo javë është java e zgjidhjeve të konflikteve dhe e mundësive të mëdha që do të na jepet. Pra të shfrytëzojmë për të mirë. Por para se të fillojmë parashikimin e 12 shenjave zodiakale, unë ju rikujtoj edhe një herë për gjithë juve të rishikues të nderuar, ku do ndodheni në Shqipëri apo diasporë dhe në kërkim të parashikimi të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrologo.al, faqja roz që shikoni atje, atje do sekretaria dhe atje mund zgjidhni çdo lloj pakete që ju intereson juve personalisht dhe duke zgjedhur paketën tuaj, numrin përkatës të blerjes, sepse aty zgjidhet shumë në lidhje me disa takime dhe disa vendime që mund të merrni dhe të shikoni se si funksionojnë dhe pastaj mund të flasim bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype-it. Për ju që doni që çdo video ose dëshironi në kohë që jemi live, juve do dërgoni mesazh ose doni për një moment juve të shkruani në inbox, pra poshtë videos, aty ku tek mesazhet dhe pastaj mund të merrni edhe përgjigje. Duke klikuar të gjitha dhe na bëni share dhe jeni gati pastaj për të dërguar mesazhin dhe për të marrë live përgjigjen. Tani pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë, që është shenja e Dashit. Të shenjës së Dashit duket se dita e sotme e ditës së Mërkur të datës 26 mars është një mundësi dhe mjaft e mirë, sepse duke pasur parasysh edhe kohën, edhe ndryshimin, edhe pse Mërkuri në retrograd, pra na njofton, na provokon në mendjen tonë, sepse nuk na lejon të zbulohen disa gjëra, dhe thotë nëse juve nuk e keni mendjen ose bëni gabime, keni të drejtë në gabime, por jo gjithmonë. Pra, tani është momenti që neve të shikojmë çfarë duam të bëjmë. Dhe në ndikimet dhe çështjet që kanë të bëjnë në fushën e punës, duket se është një moment që mund të keni zgjidhje në problematika të ndryshme që juve keni, por njëkohësisht është një moment shumë i mirë për të parë se ç'do të bëni në vazhdimsi. Në çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me peshore dhe me brecaq duket se janë të mbara. Shkojmë tek shenja e radhës që janë të shenjës së Demit. Për sa përket shenjës së Demit, meqense Demi duket se krijimi, mundësia dhe avancimi janë shumë gjëra që lidhen me punën dhe ndryshimet e mëdha që keni tani e tutje. Është një kohë shumë e rëndësishme
mbi gjërat që ndodhen, mbi takimet që keni, mbi mundësitë që jepen, por dhe gjithashtu ka një ndikim mjaft të mirë dhe nuk ka vend për të shqetësuar në këtë aspekt. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me peshk dhe me vigjirisht duket se janë të para. Shkojmë tek shenja e radhës, që janë binjakët. Për binjakët, meqense binjakët duket se janë një vend shumë pozitiv, duke pasur parasysh në fillim të misionit, që thashë dhe binjakët futen në këtë klubin e ndikimeve pozitive edhe mundësitë të reja që kanë, është një moment fantastik. Është një moment që vërtet ndryshojnë, vërtet rregullojnë dhe është rregulli më i madh dhe më i mësuar në anën tuaj, sepse ka të bëjë shumë me disa çështje, keni kaluar disa probleme të mëdha tani e tutje duket se gjërat janë shumë pozitive, madje keni gjitha mundësitë për zgjidhur çështje të pazgjidhura, mundësitë që kanë bëjnë me punën, kanë bëjnë me vendimet që mund të merrni. Është një kohë shumë e përshtatshme, prandaj nuk them që keni një problem ose keni diçka për të shqetësuar, përveç se për të gëzuar në çështjet e juaja si keni bëni me punën. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me ujor dhe me billqeresh, duket se kanë ndikime fantastike ose bashkim familjar për juve që ndodheni në Europë. Shkojmë tek shenja e radhës, që janë shenjë së gaforet. Për sa përket gaforeve, gaforet duket se tani në këtë periudhë ka momente dhe kohë për të vepruar, për të vendosur pika mbi dhe çështjet që do të keni, sepse mënyra se si vijnë gjërat ose takimet që do të bëni tani e tutje, mundësitë janë për juve dhe mund të shfrytëzoni për të mirë. Duke pasur parasysh, gaforet dashura, edhe pse keni pasur një kohë të gjatë në lidhje me anën ekonomike financiare disa problematika të ndryshme, por unë ju them që nuk ka vend për të shqetësuar për një mijë arsye, sepse jeni ju në kohën më të mirë të mundshme, mund ta thosha unë, dhe ka të bëjnë, sepse gaforet gjithmonë duan që të nisin diçka të re, duan që të bëjnë diçka, por nuk arrin të konceptojnë disa çështje mund të jenë momentale, por janë reale, sepse ndikimi i guvernatorit tuaj që është në ujor dhe ju jep një mundësi ndikimi i hënës që juve ta shfrytëzoni për të mirë në çështjet e punës suaj dhe të merrni lajmet pozitive që i prisni, nga njerëz të rëndësishëm dhe mund t'ia dilni në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me dem, duke se janë të mbara. Shkojmë tek shenja e radhës, janë luanët. Për sa përket luanëve, luanët duket se kanë disa mundësi për të shfrytëzuar në lidhje me punën e tyre, në lidhje me marrjen dokumenti për shtesë biznesi, ose do të bëjnë një shitje, është koha juaj, mi themi çështën e luanit, dhe është një moment që kjo është stabilizues dhe gjërat që do të ndikojnë tani e tutje janë në favorin tuaj. Në çështjen shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me akrep dhe ujor duket se janë të mbara, edhe pse jo, një ndikim i artë që do thotë me dash është koha juaj dhe momenti më ideal i qëndonjë në këtë aspekt, dhe koha ka treguar që ju dini shumë mirë çfarë ndodh dhe çfarë bëhet. Shkojmë tek shenja e radhës, që janë virgjëresha. Për sa përket shenjës së virgjëreshës, duket se kjo periudhë ju bën të ndjeni mirë, ju bën të ndjeni favorit në anën tuaj, por njëkohësisht edhe një mundësi juve keni në anën tuaj në lidhje me disa çështje që lidhen me biznesin, lidhen me karrierën, lidhen me takime dhe ndryshime që do të keni dhe mundësitë që do të keni tani tutje, por në anën tjetër është momenti dhe koha e duhur për të zhvilluar dhe për të ndryshuar gjërat e juaja, sepse virgjëresha ka pasur disa çështje problematike para disa kohëve, por tani vjen momenti që juve i zgjidhni këto probleme që keni pasur dhe vjen momenti për të zhvilluar dhe ndryshuar gjërat e juaja në anën ekonomike financiare dhe jo vetëm. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me binjak dhe me shigjetar, duket se është një mundësi e artë për sa i përket dashurisë. Dhe juve që keni të bëni me dokumenta që jeni në ose do të ndryshoni pasaportën, bëni një, për shembull, juve jeni me komsi, supozojmë në bullgare, ose jeni me komsi tjetër ku di unë, mund të merrni një dokument të dytë, mund ta them unë, që kjo do t'ju gëzoj dhe të përfitoni nga ndikimet që kanë bëjnë. Pra është një kohë e tillë që mund të realizohet çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me akrep dhe me peshk është ideale. Vijojmë tek shenja e radhës, që janë peshorja.
Po, peshorët kanë një mundësi tani në lidhje me disa ndryshime dhe takime që mund të kenë në anën e tyre, edhe pse kanë pasur disa çështje problematike, edhe pse kanë pasur disa gjëra që nuk kanë qenë aty ku duhet, por vërtet është momenti i duhur, është momenti më i mirë i mundshëm mbi stabilizimin dhe kohën e punës suaj, dhe është momenti më i mirë i mundshëm për të parë se çfarë do të bëni në vazhdimsi. Në çështje shpirtërore, lidhet që kanë të bëjnë me binjak të dhjetit parë, me ujor të dhjetit duke qenë të mbara, edhe pse me peshk kanë pasur disa keqkuptime. Shkojmë tek shenjë radhës, janë akripët. Mundësia dhe rëndësia miqtë e mi të shenjës së akripit ka të bëjnë për ditën e sotme, sepse koha tregon që është një udhëtim shpirtëror, është një udhëtim në mendimet dhe në vendimet që do të merrni. Dhe kjo do të thotë që shkoni me sukses, arrini në sukses dhe gjërat që do të bëni, sepse jeni të garantuar për ata që bëni dhe dini ku hedhni këmbën. Aty ku hedhni këmbën dhe dini shumë mirë se si funksionojnë gjërat, dhe është koha më e mirë e mundshme për të stabilizuar çështjet dhe periudha kur ndodhin fenomenet, pikërisht nga dita e sotme, që do të shikoni gjërat të ndikojnë dhe gjërat të favorizojnë atje ku juve dëshironi. Në çështje shpirtërore, lidhet që kanë bëjnë me dëm të dhjetit parë, me ujor të dhjetit tretë, duket se janë të mbara. Shkojmë tek shenja radhës, janë shigjetarët. Për sa përket shigjetarëve, shigjetarët duket se jo ndikimi, jo se nuk favorizohen që shkeme të, por është një mundësi tani shumë e mirë në lidhje me takime pune, në lidhje me vendime shumë të rëndësishme që mund të merrni, por edhe pse çështjet që keni pasur, problematikat të ndryshme që keni pasur, duket se hiqen nga memoria juaj dhe ecin përpara. Është një mundësi mjaft e mirë, një mundësi mjaft e artë në ekonomi dhe në stabilizime, në çështjet e ndryshime të mëdha që do të kenë tani tutje në kohën e punës suaj, në karrierën tuaj dhe në momentet që kanë qenë në vështirësi ose disa çështje që kanë pasur brenda kësaj harku kohor, brenda kësaj periudhe, duket se është momenti juaj dhe do të keni mundësinë për të zgjidhur çështje problematike dhe gjëra që do të keni në anën tjetër. Mundësitë janë të mëdha dhe e anën ekonomike dhe favorite duket se është pozitive. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bënë me dëm të dhjetit parë, me ujor të dhjetit të tretë, është koha më pozitive. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bënë me dëm dhe me ujor janë të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që janë bricapët. Për sa përket bricapëve të duket se vërtet ky moment është momenti më i mirë i mundshëm. Është koha e duhur për zhvillime dhe ndryshime. Është koha e duhur për nisma të reja. Dhe momenti se do që çdo gjë shkon mbar, çdo gjë arrihet fal suksesit dhe garancisë suaj. Në çështje që lidhen me një çështje ekonomike financiare, një çështje biznesi që ju keni bëni me punën tuaj aktuale, keni bërë disa vendime që mund të merrni, janë vendime historike në fushën e punës suaj, në fushën e karrierës suaj, por njëkohësisht edhe një ndikim shumë i madh që do të thotë ekonomi, do të thotë stabilizim. Por megjithatë pak vëmendje do të bëni me peshoren ose me gaforen, se mund keni pas një problem vogël dhe kjo nuk është në fytyrën tuaj, por është do pak kujdes. Shkojmë tek shenja radhës, që janë ujorët. Për sa përket shenjës së ujorëve, ujorët e dashur dhe edhe pse koha, edhe pse momenti është tani në një farë mënyre, me kalimin e kohës gjërat do jenë shumë herë më mirë. Do keni mundësinë për të zgjidhur problematika të ndryshme, do keni mundësinë për të arritur në finish përsa përket punës, përsa përket 1000 arsyeve që ju keni në fushën e punës suaj, keni në anën tuaj, dhe është momenti i duhur për të zgjidhur problematika të ndryshme që mund keni pasur apo keni, sepse është një moment mjaft i mirë, është një moment që gjërat do të ndryshojnë në fushën e karrierës suaj, do të ndryshojnë në punën tuaj dhe momentet janë ato që ju bëjnë të ndjeni mirë, ju bëjnë të ndjeni superior në fushën e karrierës suaj dhe të biznesit. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bënë me dëm të dhjetit parë, me ujor të dhjetit të tretë, sidomos me ujor të dhjetit të tretë, është një periudhë mjaft e mirë dhe tepër pozitive. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bënë me dëm të dhjetit parë, me ujor të dhjetit të tretë, duket se është pozitive dhe jo problematike. Pak kujdes me një ndikim që ka të bëjë tani, që do të thotë nëse keni mundësinë ta anashkaloni nëse doni, po kjo nuk besoj se është një problem i madh, një ndryshim pune. Prisni pak, sepse edhe pse jeni në klubin e përfitimeve, bëni kujdes. Vijojmë tek shenja e radhës, janë peshqit. Për sa i përket peshqive, peshqit duket se tani në këtë periudhë është një moment mjaft i mirë dhe tepër pozitiv, por kërkohet vëmendje
në biznese, në ndryshime dhe në karrierë. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me akrep dhe me binjak duke në mbara pak vëmendje me virgjëresh, por një dokument ose keni për bërë aplikime mund të rezulton që e keni mundësinë dhe është një mundësi shumë e artë tani sepse koha tregon që i keni të gjitha mundësitë, por mund t'i realizoni ashtu siç juve dëshironi dhe është koha juaj. Nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar në këtë aspekt. Këto ishin pak a shumë për sa i përket pikërisht datës 26 mars të 2025. Para se të ndajmë bashkë, unë ju kujtoj edhe një herë për gjithë juve të rishikues të nderuar, ku do ndodheni në Shqipëri apo në diasporë dhe në kërkim të parashikimit të detyruar, atë duke klikuar në www.astrologu.al, faqja roz shkon atje. Atje ndodhet sekretaria për të ndihmuar në gjithçka juve ju intereson, gjithçka juve dëshironi dhe duke klikuar dhe duke parë se çdo lloj gjë që doni në fushën e karrierës suaj, në fushën e biznesit, në fushën e lidhjeve, martesave, ndikimin e themeleve, për hapje themelesh, për shembull kur shkohet përshtatshme, për shkëmbim unazash, kur shkohet përshtatshme, e kështu me radhë. Të gjitha këto mund të keni i jini atje dhe duke klikuar tek dritarja e vogël atje, e klikoni, vendosni të dhënat e juaja, pastaj jeni gati për të folur bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype-it. Për juve që doni që në kohën që ne jemi live ose dëshironi të dërgoni mesazh gjatë ditës, kur keni juve të mundshme dhe keni bërë subscribe, atëherë duke klikuar tek butoni këtu, e pëlqeni faqen, e bëni subscribe, butonin e zilës, të gjitha ato që janë dhe bëni share tek faqja dhe jeni gati pastaj për të dërguar mesazhe dhe për të marrë live përgjigje. Ka unë Rëpulla, mbarësi dhe ditë mbarë. Gjithë mirë.